Këtu është horoskopi e enjte 26 qershor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Këto ditë është e rëndësishme të kuptoni se çfarë dëshironi. Mos refuzoni një dialog të sinqert me ata që kohët e fundit kanë krijuar shqetësime në zemrën tuaj. Edhe shoku më kokfort di të arsyetoj me atë që është në dispozicion. Demi. Pasditja mund të sjellë disa dyshime, kushtojini vëmendje shpenzimeve sepse për arsye të ndryshme sot po dalin më shumë para. Disa duhet të jenë në një mjedis që është armiku i tyre ose janë të lodhur duke bërë gjithmonë të njëjtat gjëra. Binjaket. Situata që shpërblen të gjitha ata që duan të bien në dashuri, lërini veten të shkojnë në një pasion të madh. Fat vjen nëse zhvendoseni dhe frekuentoni njerëz të ndryshëm. Diskutime me një grua në familje, një e afërme. Komisionerët kanë më shumë. Gaforja. Në këtë periudhë, emocionet e zemrës janë të vlefshme, një njeri që është larguar do të kthehet për t'u shfaqur, por ju duhet të merrni parasysh se çfarë të bëni. Është një ditë e rëndësishme për të gjetur qetësim në familje, çështjet e punës lirohen. Luani. Në dashuri përpiquni të shmangni konfliktet. Qëndroni të qetë dhe kushtojini vëmendje peshqve dhe gafores, distancohuni nga polemikat. Virgjeresha. Ju e doni sigurinë por më pas tërhiqeni nga shkelja. Ti kërkon shumë nga të tjerët, ose ndoshta thjesht dëshiron pak respekt, që puna jote të vlerësohet më shumë. Peshorja. Kushdo që ka nisur së fundmi një projekt të ri mund të jetë entuziast, por edhe pak i shqetësuar sepse shpenzimet i kalojnë të ardhurat. Ne nuk duhet ta lëmë veten të na kapin pasiguri. Tani është koha për të folur, për të shprehur gjithçka që dikush ka brenda. Zgjidhje gjatë rrugës. Akrepi. Tani të gjithë po ju shikojnë me më shumë interes, është koha e duhur për të ndërprerë marrëdhëniet e panevojshme. Përgjigjja e biznesit do të vijë së shpejti. Shigjetari. Konkurrencë e lartë, disa oferta për punë nuk janë të qarta ose jeni ju që nuk ndiheni sikur të pranoni një angazhim të caktuar, jeni mjaft të drejtë ose të diskutueshëm. Britsjapi. Dita e çlirimit, disa kanë kaluar nëpër situata që nuk janë shumë të lehta për t'u menaxhuar. Një mbyllje është e nevojshme dhe dikush tashmë ka marrë masa sigurie në dashuri. Ujori. Transferet për arsye pune, për dik udhëtime të planifikuara. Mos u bëj kundërshtar me çdo kusht. Peshqit. Dita do të shkojë mirë për sa i përket pamjes fizike. Takimet e dashurisë që lindin tani janë efikase. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.